zi në familjen e Nasser Rafunës, vdes në aksident familjari i tij. Aktori i njohur kosovar Nasser Rafuna ka ndarë me ndjekësit e tij një lajm të trisht për humbjen e një familjari të afërt. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ka bërë të ditur se nga dhënjimi, djali i tezës së tij ka ndëruar jetë si pasojë e një aksidenti komunikacioni. I ndjeri ka lënë pas bashkëshorten dhe 2 djemë të vegjël. Të Allahut jemi dhe te ai do të kthehemi. Nga dhënjim, djali i tezës, pas një aksidenti komunikacioni ndëroi jetë duke lënë pas vetës gruan me 2 djemtë e vegjël dhe neve familjarive. Na e ka kput shpirtin mimi jem, ka shkruar ai. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin ton.